Shqipëria do të duhet të kapë ritmin e ndryshimeve gjeopolitike që po ndodhin në të gjithë globin. Për të bërë këtë, Ministri i Mbrojtjes Piero Vëngu shpreh se vendi ynë ka nevojë të rishikojë strategjinë e saj të mbrojtjes. Dhe vetë Shqipëria është duke përgatitur dhe rishikimin strategjik të mbrojtjes. Këto rishikime evidentojnë një fragmentim të rendit ndërkombëtar dhe konkurencën e përhershme që strukturon në një farë mënyre një lloj lufte të re të ftohtë. Ballkani mund mos jetë fushë betejë tankesh, por është padyshim fushë betejë perceptimesh, influencas konkurruese nga palë të treta. Për shkak të këtyre rreziksheve, Vëngu e pranon që Tirana së bashku me Prishtinën dhe Zagrebin kanë firmosur edhe një aleancë të përbashkët në fushën e mbrojtjes, bashkim që nuk është pritur mirë nga Serbia. Nuk besoj se Kroacia dhe Shqipëria dhe Kosova kanë nevojë të marrin leje. Kam vënë re her pas here një sens paniku nga deklarata zyrtare në Beograd. Kjo është një marrëveshje trepalshe e cila nuk është ndërtuar kundër askujt. Madje kam qenë unë vetë i pari që kam shprehur dhe ftesë pse jo, dhe Serbia të bashkangjitet kësaj iniciative. Për të rritur kapacitetet mbrojtës, Ministri Vëngu zbuloi se Kajo ka firmosur 6 marrëveshje me kompani të huaja dhe vendesa për prodhimin e uniformave deri tek artilleria e rëndë. Vëngu pranoi për herë të parë se Shqipëria ka firmosur disa kontrata me kompaninë izraelite Elbit System, edhe pse NATO ka pezulluar disa kontrata me këtë kompani. Bëhet fjalë për një kontratë e cila ka vlerën 30 milion euro, për sa i përket kapaciteteve të dronëve luftarak dhe të sistemeve antidron. Derisa të kemi udhëzime të kundërta nga NATO dhe ne patjetër do ta vazhdojmë këtë bashkëpunim. Shqipëria nuk ndihet nën presion mes BE-s dhe SBA-s për sa i përket Gronlandës. Nuk jemi mes Washingtonit dhe Brukselit, jemi brenda Washingtonit dhe brenda Brukselit. Edhe pse ende nuk ka një datë se kur vendi ynë do të firmos marrëveshjen për adherimin në Bordin e Paqes, Ministri Vëngu zbulon se ka komunikime me palën amerikane për angazhimin edhe me burime njerëzore. Ka disa mënyra se si mund të marrin pjesë, qoftë përmes oficerëve të shtabeve që për specialitetet caktuara kanë një vlerë të shtuar dhe do jenë shtabet e forcave të armatosura në drejtimin amerikan që do të kenë përgjigjen përfundimtare. Përveç objektivit për prodhimin e armëve Made in Albania, Ministria e Mbrojtjes ka në plan që të shtojë edhe flotën për emergjenca civile.